Si ta kuptoj që fëmia ime është i varur nga diçka? Në rastin e fëmijëve është relativisht e vështirë dhe e komplikuar, sepse sidomos tek adoleshentët janë disa sjellje që janë tipike të moshës. Megjithatë, ne mund të kuptojmë kur këto kalojnë përtej asaj çfarë është normale dhe tipike e moshës. Për shembull, ne e dimë që një adoleshent natyrshëm ka një lloj tërheqje nga kryerja e aktiviteteve tashmë me familjen, është më tepër i jashtëzuar, ka më tepër interesin social se sa të familjar. Megjithatë, mund të shohim kur reagimet ndaj përfshirjes në aktivitete familjare mund të jenë relativisht të dhunshme apo agresive, mund ta bëjë të dyshoj që mund të ketë ndoshta në mosvarësi një tendencë për të krijuar varësi. Ndryshimi i rretheve sociale gjithashtu, pra një shoqëri e re, mund të jenë ndoshta qëndrime me orë të gjata, më tepër të izoluar apo të veçuar në celular. Këto kryesisht. E kuptova, si ta ndaloj, si të flas me fëmijën tim? Ajo që ndoshta shpeshherë prindrit, nisur nga shqetësimi që ndjejnë për fëmijën, bëjnë është që të marrin masa të ashpra të menjëhershme. E rëndësishme është gjithmonë diskutimi. Për shembull, nuk e di, një fjali e tipit: e shikoj që kohët e fundit diçka ka ndryshuar tek ty. Mund të flasim edhe të kuptojmë çfarë ka diçka që nuk po shkon, apo si mund të ndihmoj, apo nëse nuk dëshiron ta flasësh, unë jam gjithsesi këtu për ty. Pra fjali ku kërkohet të ofrohet mbështetje emocionale, ku prindi tenton të kuptojë çfarë nuk shkon me fëmijën, zakonisht mangin perceptimin gjykues. Fëmia kupton që prindin në këtë rast nuk po më gjykon. Mund të ndjej pasigurinë për t'ia thënë prindit për momentin, por nëse qase do të jetë gjithmonë e tillë nga ana e prindit, sigurisht që fëmia në një moment do të tregojë. Prindi duhet të jetë goxha vigjilent në periudhën e adoleshencës.